dal nga dal arritëm kështu dhe në përfundim të kësaj epizode të radhës të Në Zonë për të lënë takim përsërit premtën tjetër. E ju deri atëherë keni rubrikën Çka ka trend showbiz. E nga unë Albina, deri premtën tjetër, ju vazhdoni të shndroni me Në Zonë, na gjeni kudo në rrjetet sociale përveç në televizion, të paktën edhe për një periudhë. Edhe pak festojmë 8 vjetorin e themelimit, kështu që do kemi tepër materiale interesante për juve. Deri premtën tjetër, ju mos harroni me dhënë shumë dashuri edhe qëndroni pozitiv. Mua. A ka pak më shirë kjo dashuri. Alban Skënderaj erdhi me armë pushim tekstin e së cilës e ka shkruar vetë ai e bëri dhe muzikën. Producenti i kësaj prurje të re është Fation Miftari, ndërkohë për anën vizuale u përkujdes Full Moon Production. Arta Kabashi dhe Elgi Doda bashkuan forcat për një bashkëpunim që titullohet Dying for You, tekstin e së cilës e kanë shkruar vetë artistët që i falen emocion këtij projekti. Për miksimin dhe masterizimin u përkujdes Marek Lemboja, kjo këngë erdhi në versionin audio me tekst. Pas largimit nga Big Brother VIP Albania, Riki plasoi një këngë të re. Ajo titullohet Tironse dhe është punuar nga Qeli Klipa, me tekst dhe muzikë nga vetë Riki, i cili bëri dhe tekstin bashkë me Gullon. Për më shumë ndiqeni këtë premier videoklipin e së cilës e ka punuar XL Films. Janina ka publikuar një këngë të re, reperja kosovare erdhi me Lonely, tekstin e së cilës e ka shkruar Alia me muzikë nga Cricket, i cili është dhe producenti i kësaj prurje të re. Masterizimi këtij projekti u bë nga Lorenz Aliaj, ndërsa ana vizuale u punua nga Mars Studio. Të kalojmë tani tek paralajmërimet për projekte të reja. E nisi me Erblin Hoxha, i cili ka bërë të ditur se së shpejti do të vijë me një këngë të re. Njoftimin e hodhi me këtë foto në rrjetin social Instagram. Në një prononcim për Zoom, ai u shpreh se jemi mësuar që nga jo të kemi gjithmonë risi, edhe tani vjen një lajm që dikujt mund të mos i pëlqej, ama në fund të fundit është proces jetësor. Dafina Zeqiri ka njoftuar fansat për një pauzë në karrierën muzikore, teksa është duke shijuar ditët më të veçanta të jetës, është në pritje të ëmbël të një djale. Këtë ka bërë të ditur vetë ajo përmes këtij postimi në rrjetet sociale. Koha po fluturon dhe s'ka mbetë edhe shumë net magjike me ju pa para pauzës sime. Shpresoj t'ju shoh të gjithëve për të shijuar çdo moment. Mos u shqetësoni, muzika vazhdon. Ju dua shumë, ka shkruar këngëtarja Zeqiri.